Përshëndetje të nderuar miq, kudo që jeni, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Sot kam zgjedhur një temë të cilën e kam titulluar Si e shkatron hipokrizia besimin tënd. Përse jashtëmi ti po e përcjell dhe e prezanton një imazh të besimtarit të përsosur. Ti dukesh duke u falur, frekuenton xhami dhe i ndjek me përpikëri rritet fetare. Por në brendin tënde, zemrën e ke të shprazët, zemrën e ke bosh. Zemra jote është e mbushur me lakmi. Zemra jote është e mbushur me shpifje ndaj të tjerëve, me përgojim, me tradhti, me spekulime, me manipulim të së vërtetës, me shtrembërim të vërtetës, me bukshkelje, me në përkëmbje të asaj që të bëhet mirë, të asaj që të jepet mundësi që ti, në qoftë se je rrëzuar, të ringritesh përsëri. Të gjitha këto i shkel, por përse jashtëmi prezantohesh dhe paraqitesh me një imazh të një besimtari të përsosur, të një besimtari perfekt. Në media sociale prezantohesh me një imazh mbreslënës, prapa teje ose në prapa skenë, me panorama të zbukuruara të xhamisë, të Qabes, me një bibliotekë shtëpiake të madhe, të mbushur, të radhitur me libra, literaturë, tituj fetar dhe tituj nga mendimtar të ndryshëm. Me vargje kuranore të zbukuruar me citate nga mendimtar nga të cilët je i frymëzuar apo i inspiruar. Por testi i besimit nuk duhet të ndodh para syve të botës, por testi i besimit duhet të ndodh në heshtje të zemrës, në përullësi të plot ndaj vullnetit të Zotit. Dhe testi i besimit më së miri do të testohet në atë që ti e interpreton dhe transmeton në përditshmërinë tënde nëpërmjet veprave, punëve dhe sjelljeve të tua. Kultivimi i Islamit, të cilin ti përse jashtëmi e prezanton, nuk është në shërbim të Zotit. Përkundrazi, është zhgënjim total ndaj atyre të cilët nga Islami yt presin që të jetë i sinqert, i drejt, i vërtet, besnik. E ti e transmeton, e përcjell tek ata të kundërtën, sepse kur i shohën veprat e tua, kur i shohën sjelljet e tua, kur i shohën punët e tua, të cilat kryekput janë të lidhura për interesin, për profitin, për etablim të personalitetit dhe bile edhe duke keq përdorur figurën, tragjedi apo edhe një të keqe të dikujt të ndodhur në të cilën ti po prezanton dhe vetëm e vetëm për ta polarizuar imazhin të cilin e paraqet përse jashtë. Zoti i madhërisht, Zoti i gjithësisë, krijuesi ynë dhe i gjithë botrave, nuk do shikoj. Zoti nuk shikon në të jashtëmen tonë. Dhe Zoti nuk do të shikoj në të jashtëmen tonë. Zoti shikon dhe do të shikoj në zemrat tonë, sepse Zoti e di. Zoti është i njohur, i njeh dobësitë
tona. Zoti i njeh gabimet tona. Zoti i njeh mëkatet tona. Dhe mu për këtë arsye, Zoti i gjithësisë nuk kërkon nga ne perfekcion. Nuk kërkon nga ne përsosmëri totale, sepse na ka krijuar me mangësi. Ndaj, atë që kërkon Zoti dhe këtu përqëndrohu, është ne duhet të jemi total të sinqert ndaj besimit të cilin e kultivojmë, e në këtë rast, ndaj islamit tonë, sepse islami është perfekt, islami është shpallje e Zotit, është ligj, është mënyrë jetese të cilën Zoti e parashikoi dhe ne e dhuroi neve në tokë. Dhe besnikëria ndaj islamit, sinqeriteti ynë gjatë kultivimit të islamit, e sinqeritetin tonë ne do të shpalosim dhe do të manifestojmë në çka? Në relacion me të tjerët, në relacion me atë që neve në rrethon, ajo është i gjithë ambienti, e gjithë shoqëria, e gjithë toka dhe natyra që e fali Zoti, së bashku me zoq e me kafsh e me shtazë me gjithë, dhe në qoftë se me gjithë këta ne jemi në harmoni të plotë, dhe ne e ushtrojmë, e kultivojmë, e adhurojmë Zotin e gjithësisë, me sinqeritet dhe përullësi të plotë ndaj vullnetit dhe para vullnetit të tij, kjo do jetë ajo që neve do të na jep kredit të madh. Atë ditë kur do të ringjallemi dhe do të japim llogari për punët dhe veprat tona që i kemi ushtruar derisa kemi qenë gjallë në tokë. Por jo me atë me të cilën jemi paraqitur para syve të botës. Ne nuk e kemi që në përmjet besimit tonë të dukemi para dikujt. Këtë Zoti nuk na e ka lejuar dhe për këtë, jo që nuk do të na shpërblej, por ka mundësi të na dënoj, sepse ajo që fshehet është në zemrat tona. Dhe në zemrat tona, brenda zemrave tona, nëse ne kemi besim të sinqert, nëse ne në zemrat tona askujt nuk ja kujtojmë të keqen, nëse ne në zemrat tona hile nuk i bojmë askujt, nëse ne në zemrat tona çdo gjë që e veprojmë, nuk e veprojmë për interes dhe nuk e veprojmë që të kemi profit, që të fitojmë materialisht nga ajo. Pra zemra jonë mbetet e pastër, e bardhë, dhe kjo zemër në ditën e gjykimit do të flasë për ne, në vend të neve, në vend tonin do të flasë ajo. Pastërtia e zemrës, të cilin e kemi ushqyer gjatë kohës sa kemi qenë gjallë. Jo si jemi dukë, jo si jemi prezantuar për së jashtëmi, jo si na kanë pa të tjerët, por si kemi qenë ne në brendi, kjo është më rëndësi. Dhe mos beso, mos u fal, mos agjëro, mos shkon qabe që të dukesh, por beso, falu, agjëro, jep zeqat dhe adhuroje Zotin tënd në heshtje, në përullësi dhe në sinqeritet dhe besnikëri të plot ndaj besimit që ushtron. Kjo është dhurata më e mirë që mund t'ja bëjmë vetvetes dhe të cilën do e marrim një ditë kur do të largohemi nga këtu me vete. Asgjë tjetër. Të gjitha që i kemi pas për së jashtëmi, që të na shohin, që të dukemi masha Allah, të gjitha këto bien nuj. Këto do të shpërlahen si shiu kur e shpërlahen tokën. Kush ngelen? Ngelin veprat
punët dhe sjelljet tona që i kemi bën për Zot, në emër të Zotit, me sinqeritet, me besnikëri dhe me vërtetësi të plotë, pa asnjë fije interesi. Përveç asaj që ne duhet punojmë dhe të kujdesemi për vetveten dhe për familjet tona, por pa e shkel, pa e nëpërkam, pa ja marr hakun askujt, pa i hyndër hak askujt, pa e manipuluar askënd, pa punu për interes, pa e manipulu askënd, pa shit interesa, pa e tradhtu askënd. Nëse videoja ime të ka pëlqyer, atëherë bëje një like dhe abonohu në kanalin tim. Hidayat Fetahi, Islami është ndryshe. Do të jem total i falenderuar ndaj teje. Të përshëndes, ju përshëndes deri në videon e radhës. Mirupafshim.